Ai është një personazh mjaft i komentuar në mediat roz, po flasin për Blero Muharremi, i cili vitet e fundit është përmendur më shumë për lidhjet e tij romantike sesa për këngët që ka publikuar. Së fundmi, Blero ka qenë i ftuar në një emision ku ka folur për karrierën dhe jetën e tij personale, por ai nuk i ka shpëtuar disa pyetjeve që lidhen me jetën private dhe që kanë bërë bujë të madhe në mediat sociale. I njëjti ka komentuar në një intervistë ku kishte folur për ish gruan e tij, Afrona Dikën, menjëherë pas ndarjes së tyre. Këngëtari shqiptar thotë se ka pasur mlef ose kohë, por që më pas ka reflektuar për të gjithë historinë. Nuk besoj që kam folur në formë të tillë pas podcastit me Afronën. Intervista ka qenë po vitin kur jemi ndarë me Afronën. Podcasti ka ndodhur më vonë. Ka qenë një mlef brenda meje, ka qenë forma e largimit dhe ndarjes, u shprehën të tjera Blero. Me kohë e mendon dhe analizon. E kupton, jam ngutur pak, 7 vite me Afronën, mandej sigurisht që njeriu është me mlef në momentin kur ndodhi ndarja. Deklaroi ndër të tjera Blero Muharremi. Na duhet t'ju kujtojmë se martesa e tij me Afrona Dikën po shkonte mjaft mirë, por me sa duket, mos komunikimi dhe keq kuptimet e shumta bën që ata t'i japin fund lidhjes së tyre. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.